E ka bërë epokën e tij. Ka bërë historinë e tij, me lë ta them. Se mund të ketë demokratë që na ndjekin i ngel hati, po të themi të vërtetën. Bëri 90-91-shin, bëri 2005-ën që fitoi kundër kryeministit Nano të kohës bashkë me koalicion të madh të zgjeruar që ishte me shpresë të mëdha. Bëri rrugën e kombit. Jo krejt, se një pjesë ka bërë edhe Rama tani, që nga Thumana, Kashare, Urën e Drinit që është në Kukë të gjitha. Hoqi vizat në Bashkimin Evropian, në Europë. Tani nuk ka qarë, mori bashkës partinë prapë jam morë, tregoj që unë jam lider, dhe kështu është lider vërtet. Lider historik, lider shpirtëror është Berisha, nuk është Basha. Tani për ta bitis misionin nuk ka për ta bitisur. Po të ishte për ta bitisur, e bitiste para zgjedhjeve, kur tha, që se ma men, ju dhe gjithë teleshikuesit tu i nderuar, që tha, nuk futemi në zgjedhje me këtë kryeministë që na vjedh zgjedhjet. Do bëjmë qeveri teknike, pa diskutim. Ngritën turma, bërtitën, thënë, roft Berisha. Pse u fut në zgjedhje? Kur e dije që ke kryeministër sipas Berishës që të vjedh zgjedhje, pse u fute? Pse i karikove njerëzit nxorë mitingje që ne do vim pushtet do bëjmë nami? Pse? Kur ti e dije që ti ke përballë filan një aristokrat të madh të fuqishëm. Pse? Pa faj Berishës. Për çfarë? Pse nuk neti ditë natë fjala vjen? Para kryeministrisë, nëse ti ke elektorat dhe ke demokratë që të mbështesin 100.000 veta, 200.000 veta, se janë votat janë 500.000 vota. Pse nuk i karikoj për qëndruar aty, o ndryshim kodin zgjedhor siç duhet, o bëhet nami. Sepse përpara i bën përpara, se pas Pilat tash i ka mbroj Pilafi, iku. Tani ç'a do bëj? Ç'a? Do denoncoje, do bërtasi. Zgje fare iki. Do iki. Po ti beson do futet spakun punë tash këtë ditë. Priresh besosh ti ndonjë pretendim të opozitës që ore na vodhën, na manipuluan, ndërhyn me një forma. Ore dakord, më dakord. Kam denoncuar edhe mediatikisht. Ja dakord, jam dakord. Beson ti në këto? Ore ka ndodhur denoncime për pretendime? Kërkoj ndjesë një herë. Këto ka ndodhur, po ka ndodhur në kohën e doktorit Berishës në 2009-ën. Se di unë se kam qenë mirë, pa i thot, tani bëhet nami. Ka ndodhur edhe atëherë edhe tani ndodhin. Mund të jetë nami. Atëherë ti pse edhe një herë themë kur e dije që ke përballë, që të ka marrë zgjedhjet 2017, 2021, të ka marrë zgjedhjet vendore, të ka marrë këtë. Pse hyrën zgjedhje? Po bojkotojnë 2019-ën? Si, jo, për të bojkotuar, jo. Qeveri teknike? Jo, qeveri teknike po, pse e premtoj? 2017-ën që u bë qeveria teknike e famshme fituan. Po mirë, pse tha e pra qeveri teknike? A tha doktori apo thash unë? Doktori tha, siç thret doktori që kjo është betejë më e madhe, siç tha, kjo fushata më e madhe 32 vite, se për herë i bën më të madhe. Kur dështon pastaj harron. Pse futi doktori demokratët në një betejë që kishte neshin e shitur? Nuk futet në neshin e shitur. Ku e di që ke futet fare. Atëherë ai duhet përpara, jo tani, se tani është thashë edhe një herë për tretën herë pa bezisë, pas Pilafit. Të thoshte doktori, nuk futemi në zgjedhje dhe nuk ka zgjedhje, fare, nuk ka zgjedhje, më bllokoj gjithçka. Sepse përballë kemi një kryeministër fjalë vjen që të mafjes. Edhe thotë populli, se populli është ka mirë do futeshin tjerë. Ai prapë do fitonte. Po jo, o nderuar, nëse ti kishte njerëz të vendosur që nuk i ka, nuk është më 90-91 apo 2005, që unë thash edhe një herë kur thirri doktorit, ta thash, i shkon 500 veta para parlamentit për doktorin. Unë qova gazetarë do bëhet nami sot. Daniel thash filmoa, regjistroa me kamerë, me dronë, me gjithë, sepse kishte bërë thirrje doktori, sot okur, kështu ishte thirrja. Sot okur me 500 veta, 600 veta. Qa do të ishte 10.000 veta, 20.000 veta. Pra nuk ka më frym. Ka ra fryma, se kanë humbë besimin. Më. Ato jo si duan Ramën, jo, se Ramën duan demokratë ta shqyjnë. Po nuk ka kushti që sjellën fitore. Duhet i zoti i shtëpisë. Prandaj është zot shtëpie. Prandaj mbah përgjegjësi. Ai do thotë, futemi në front lufte, se betejë kjo është. Dhe futesh në luftë dhe thua jemi aty për të fitore. Jo, të dalim me diferencë madhe. Edhe sikur kishte humbur Berisha fjala vjen, ta zëm me 65 deputet, 67 deputet, 69 deputet, ishte një fitore në kushtet e sotme të një opozite që ishte e shkërmoqur. Një rezultat dinjitoz. Po pra, sepse si i thon, edhe ashtu e krenar, e ka një shprehje popullore. Por problemi është që doktori nuk arrit 52 mandate, nuk e di sa do shkojë pak a shumë. Jo, në 50 ka rënë. Po mundet ta zën. Po është skandaloze, është e shkërmoqur PD-ja. Është alarmuese për demokracinë, edhe për mua, sepse sa më e dobët jetë një opozit, aq më arrogant dhe më fuqishëm është pushteti. Nëse për drejtën e mia si qytetar, si gazetar, për ty, për tjetër, për gjithë. Sa do mund të themi që Rama do të kujdes, nuk ka se pushteti kur je pushtet të madh, ke gjithçka.
Ka 84 deputet më nesër. Çfarë? Ti mendon se nuk bat 84? 84 sa dush, ikën një nga PD, një nga këto. Patjetër. Ka shumicën e cilësuar ai bën çdo lloj ligji tani. Pra bën ligje, kod zgjedhor, kod penal, kod civil, gjithçka ndryshon me 84 vota, përveç kushtetutës. Pra tani është mbret, siç tha ai për mbretin o mbret o Skënderbej. Kështu që shqetësimi im mbetet që opozita tu gjej zgjidhje emergjente. Opozita është ajo që qeniroji i demokracisë, kështu thotë. Opozita është që duhet të mobilizojë njerëzit, të na krijojë besim që po vjen një lider tjetër, një organizim tjetër, që të stopojmë, meqense thonë që një qeveri arrogante. Si ta bësh? Me kë? Me doktorin. Pastaj këtë rolin e Partisë Demokratike si opozitë do ta marrin këta të rinj tani. Kush të Partia se Berisha nuk ikën, po. Po nuk e don vite ajo, don vite mas 20 vitesh, nuk don lider do krijuar, po do t'i hapish hapësirë, doktori. Ai është djegur, ai ka frikë tash, përveç arsyeve që thonë që ka interesa personale, po nuk e besoj. Se ka nisur një lobim 2 vjeçare me kontratë 2 vjeçare. Por partitë e reja duan disa vite. Plus sa që lideri lind, është edhe lider. Duhet që doktori vetë ta hulumtoje, të leje të lirë, dike, dhe t'i leje lirshmëri. Ai thrihen deputet natyrisht, po doktori ka edhe gen brenda vetes, nuk ri dot. Nëse ti je kryetare e Partisë Demokratike, nuk do më foloj, të pyet për kryetar partie. Kjo është e keqe. Do të tërhiqet. Do të lesh të rritet lideri. Si? 2 lider, 2 koka, s'ka 2 koka. Rrimi i kokat, kokë e vjetër, pa fyer për moshën, se moshën nesër mund bëhem unë, nëse do zoti 82 vjeç, do më duket vetë ja them, o jam i ri, por ka një kështu fizik. Si tash, 82 vjeç. Njeriu janë ca kondicione edhe biologjike, natyrore që nuk mund të përballë një fushat të madhe. Nuk mundet edhe fizikisht. Pra do një moshë tjetër. Po ky Kris Lasivita, si ka mundësi që ai do flasi, besoj, do flasi. Po foli, ka vjedhur narkoregjimi. Po mirë, do flasi 2-3 gjëra, justifikon kontratën, merr parat, ikën dhe shkon me pushime në Las Vegas. Në rregull është, po. Kështu janë kontratat e lobinjve. Kështu kanë punor PS-ja, PD-ja, gjithë, nuk kanë një gjë të re këtë punë. Marrë parat, ikën, firmos kontratën. Për herë të parë në këto zgjedhje hyrin loj Spaku. Pejgjë. Unë mendoj që Spaku ka mbledhur fakte. Kanë nxjerrë disa indicio këtë ditë, disa gjëra, disa arrestime në Kuks duke të firë, në Shkodër kontrolle, po do vazhdoj prapë. Unë e di me informacionet e mia të pranueshme të kufizuara që do ketë pak spektakël në javën në ditët vazhdim, se kanë mbledh dosje ringjizime. Do prishin festën e fitores tua? Nuk e di këtë, po nga gjitha kampet besoj që do ketë ngjarje. Flitet për emra apo nga mos më kërkon me tepër se ky është informacion konfidencial, sensin siç ka ndodhur deri tani për shembull. Di që Spaku do bëj shembull. Do bëj shembull. Do bëj X që të mos guxoj njërin zgjedhje të tjera që thotë të shpërndaj para, të shpërndaj interesa. Dhe do bëj shembull dikë, nuk e di se kë, por besoj që po, që nesër të futet, dhe që nesër pas nesër të futet frika nga prangat, që nesër nga frika kthehet në ligj, në edukat pune. Si mund të shkojë në zgjedhje duke me para në gjet? Nuk lejohet. Kjo është shkelje edhe ai qytetar që harxhon votën e vet me 100-200 euro, kjo është një turp i madh. Unë një vot kam. Atë vot nuk e jap për ty ose jap për këtë djalin apo dikë tjetër. Pra, kjo edukat qytetare nuk ka edhe edukat qytetare. Pavarësisht se mafia dhe politika kanë ndikuar për ta prish këtë edukatën e votës. Institucioni i votës, e nderuar kolegës e tij e re, e shprish nga i pari në 26 maj 1996. Pra maj si vjet, maj 1996. E shprish atëherë kur Berisha hyri dhe sakatoi opozitën, kur vodhi kutitë e votimit, se deri atëherë nuk i ka prek Berisha zgjedhje. Edhe 92-shin. Edhe 1994, Berisha ishte në pushtet. Ishte projekt kushtetuta. E humbi projektin kushtetutën. E humbi. E u soll 2 ditë tjerë derisa e pranoi, tha nuk preku vota, nuk vodhi vota. Kur e pa që vota është kundër tij, futi shikun policinë e shtetit për të vjedhur votën. Dhe pastaj e perfeksionoi Ilir Meta, Fatos Nano, Berisha i dytë, Rama i tretë, etj. Dhe u kthy në art kjo e votës, kjo e prekjes votës. Se vota si rregull mund të ndodhi tek tuk ndonjë kështu. Ja një votë, po jo të kthehet edukat, si të marr vota, si të manipuloj votat. Jo, kjo është gjë e keqe për Shqipërinë, për demokracinë. Po këtë i pari e ka bërë Berisha. Ja, pyet këtë duash.
Kush është maj i vitit 1996. Unë kam qenë gazetar edhe me gazetën Koha Jonë, që kemi shkruar, edhe me disa kolegë tjerë që i përmendem ose janë jashtë kësaj studio, që kemi zitë ullirit përballë shtetit, për të thënë të vërtetën. Kërcisë Dajaku mbi gazetarët, djegje redaksisë, arrestime gazetarësh.